Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Jemi së bashku këtu në Roblox për të luajtur një lojë e cila titullohet Guess My Number. Si fillim dua t'ju them që ne jemi duke u rikthyer pas një mungese të gjatë që në video që kam hedhur për muajin e shenjtë të madhnuar të Ramazanit dhe jemi rikthyer pra tashmë me një video game. Si fillim pra Bajram Mubarak e le të nisim. Do të presim pak kush do të vi për të luajtur me neve dhe pastaj të vazhdojmë. Okej, tashmë është koha që të zgjedhim një numër. Të shohim pak, dua të zgjedhim një numër sa më të vështirë që mos të mundet të na gjej. Po ja fus, okej, 43. Mirë, 43, pra le të nisim. Si fillim do të nis kundërshtari jon që të gjej se çfarë numri kemi ne. Cili është propozimi i tij? 67 lower. Okej, vazhdojmë pastaj edhe neve, unë po e bëj 50, po ecim me këtë përgjysmimin. Lower, okej, pastaj do të shkoj tek 25, pra lower do të thotë poshtë, higher, lart. Okej, po e lë kështu të veproj automatik. Do të shtyp numrin 25 për të ditur pra se në cilën gjysmë të 50-s ndodhet. Okej, poshtë. Mendoj që është tek 1-shi një herë, dua të provoj 1-shin, pastaj të shohim. 47, është duke u afruar. Ne ndërkohë shtypim pak 1-shin, mos ka zgjedhur 1-shin. E gjetëm dhe ja tek fituam, jemi gati me një herë për të vazhduar me një lojë tjetër. Unë se di pse pra lëvizëm. Besoj që është i njëjti sërish që do të luaj. Le të nisim me një herë pa humbur kohë. Atëherë çfarë numri të zgjedhim? Dua të zgjedhim një numër sa më të vështirë, jo numra të cilat normalisht njihen. Shpresoj që të fitojmë dhe këtë radhë. 84. Besoj tashmë jemi gati me një herë për të nisur. Shpresoj të fitojmë. Një fitore deri më tani, pastaj do të vazhdojmë. 28, jo, sërish do të ecë me atë taktikën e përgjysmimit. Të shtyp numrin 50, pra që të mos rrezikoj, sepse është një taktikë shumë e mirë për të gjithë ata që duan të luajnë këtë lojë. Kjo është taktika më e mirë që duhet të ndjekur. Shohim pak. Jo, është shumë larg në fakt për të gjetur numrin. Përgjysmojmë 50-ën, 25. Okej, shohim. Higher, okej, që nga 25 e sipër, derisa mbërrin tek 50. Is your number 40? Jo. Okej, çfarë numri mund të propozojmë tani? 38-ën po shkojmë. Lower, okej, jemi pranë për ta gjetur dhe shpresoj që t'ja arrijmë. Do të presim. 100, jo. Në fakt ky playeri kujton se është duke luajtur me një lojtar pa strategji, por në të vërtetë kam këtë strategjinë që nuk më lë asnjëherë në balt. Okej, mendoj se 26 mund të jetë numri. Kam frikë se ky do të ecë me radhë. 26 ndoshta, jo. Higher, okej. Mirë, do të shohim, do të presim. Tani 88, është afruar, duhet ta gjejmë me se s'bën. Mos më thuaj që është 27. Hajde një herë ta provojmë. Higher, është shumë e vështirë, na është afruar dhe mendoj që mund të na kap me prish në dorë. 6, 7, jo, okej, pështuam. 29. Fituam! Fitoria e dytë. Okej, të luajmë sërish me këtë playerin. Kam frikë se e kemi bërë të lehtë, duhet të luajmë me dikë tjetër, por kush është gati për të luajtur?
Ana e zuri në vendin. Okej, unë po ulem me këtë playerin këtu. Pse ma zuri vendin, mos më thuaj. Ana e zuri vendin. Okej, luajm. Çfarë na doli kjo? Okej, luajm me këtë playerin këtu. Të shohim se sa i fort do të jetë ky. Zgjedhim një numër, 74, okej. 10 më pak se numri që zgjodhëm, vetëm pak më parë, shohim se çfarë propozimi do të ketë. 15 jo. Ecim sërish me atë strategjin pra që kemi neve. Të shkojmë pak tek 50-ta, okej. Kjo është strategjia më e mirë dhe ju them pra që ta përdorni një strategji të tillë sepse me të vërtetë ju ndihmon shumë në këtë lojë. 18 propozon por jo më lart. Okej, shkojmë tek 25 tani por gjysmojmë dhe 50-ën. Mos më thuaj lower. Okej, kam frikë se është njëshi, kështu që duhet të shkojmë një herë të shtyp njëshin vetëm pas pak, pra sa të më vi radha, shpresoj që mos të fitoj. 24 jo, më lart. Okej, tek njëshi, jemi duke i zvogëluar alternativat. Higher, që ka i zgjuar ky. Okej, shohim pak se çfarë propozimi do të ketë ai. Për numrin ton është duke e gjetur akoma 25, jo, është shumë larg dhe shqyr që është kaq larg. Okej, shkojmë pak tek 15-ta, kot. Na doli një lojtar këtu para dhe po na pengon. Okej, më lart. S'po di tani, s'po më vjen ndonjë numër në vëmendje se çfarë mund të jetë, por gjithsesi do të mendojmë. Okej, sa pak alternativa. 16-ta mos ndoshta? Higher, të provojmë numrin e fundit një herë që na ka mbetur si alternativ. Është duke menduar, po mendo ka gjatë këtë radhë. 33, jo, është shumë larg, është shumë larg me gjetjen e numrit. Atëherë 24 mos ndoshta? Lower, pas ka gjetur një numër të vështirë. Shpresoj mos të jetë 17-ta. Me të vërtetë jemi duke i provuar të gjitha alternativat një nga një dhe s'po arrim t'ja qellojmë. Që ka shumë i fort në këtë lojë. Fituam në të vërtetë. Okej, shumë mirë që fituam. Dhe unë mendoj që të gjejmë ndonjë player tjetër që ka mbetur vetëm dhe do të luajë së bashku me neve. Shohim pak kemi këtej në këtë zonë. Okej, unë po futem këtu për të luajtur dhe pastaj të shohim se kush do t'ju me mua. Atëherë hyra me këtë djalin. Okej, pak a shumë i pas kemi flokët e njëjta në karakter. Mirë, shohim pak çfarë numri mund të zgjedhim. Dua të zgjedh një numër që nuk është fort i dallueshëm. Tani nga mesi mendoj tek 63-shi. Okej, 63 është numri im, shpresoj të kem bërë zgjedhje të saktë te këtë radhë dhe deri më tani po e vlerësoj veten si një ndër lojtarët më të mirë. 67, sa shpejt që e gjeti, pra sa afër është, me të vërtetë. Kot që e morra 63-shin, sepse të gjithëve i shkon mendja vetëm tek 6-7. Okej, e ka mbyllur automatikun më duket, pra që të lëviz loja automatikisht. 50 jo, shpëtuam, por është shumë pranë në bazë të alternativave që ka, pra mendoj që është shumë pranë gjetjes së numrit. O zot, 57 jo, shumë pranë gjetjes së numrit. Shpresoj tani të mos e gjej. Okej, po shkoj pak tek njëshi, ndoshta është njëshi. Fituam, okej, shumë bukur. Me të vërtetë kjo lojë po më pëlqen, s'di pse. Apo ndoshta nga që jemi duke fituar 4 fitore deri më tani, mendoj që jemi shumë mirë me këtë lojë. Okej, gjejmë dikë tjetër që do të luajë së bashku me neve ose më saktë ka mbetur vetëm dhe s'ka vetë të luajë. Me sa po shoh unë,
askush nuk do të luaj me neve, kështu që mendoj që ka ardhur fundi i videos. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, ju mos harroni të bëni like, subscribe dhe ne do të takojmë sërish në videon e radhës. Dhe atëherë, ciao ciao.